Funerali i Papa Franceskut, që u zhvillua jashtë Vatikanit, kërkoi masa sigurie të jashtëzakonshme për të mbrojtur mira të ftuar nga e gjithë bota. Autoritetet italiane angazhuan një forcë prej 4.000 oficerësh të policisë, ushtarëve dhe agjentëve të shërbimeve sekrete për të siguruar që ceremonia të kalonte pa incidente. Qyteti i Romës dhe Vatikani u shndërruan në kështjella të mbrojtura me patrullime të pandërprera dhe monitorim të vazhdueshëm. Siguria ajrore ishte gjithashtu e pranishme me avion ushtarak dhe sisteme antidron që patrullonin qiellin mbi qytetin. Në portin e Fiumicinos, një destroyer i marinës qëndronte në gatishmëri për çdo emergjencë. Të pozicionuar në pikpamje strategjike mbi ndërtesat ishin snajperët, ndërsa patrullimet me qenë nuhatës dhe grupet e zjarrit ishin të gatshme të ndërhynin për çdo kërcënim. Zjarfikësit të cilët ishin trajnuar për situata të tilla, ishin gjithashtu në gatishmëri për të reaguar ndaj kërcënimeve të mundshme bërthamore, kimike, bakteriologjike dhe radiologjike. Ky operacion masiv sigurie që u zhvillua pas një incident tregoi përgatitjen e lartë të autoriteteve italiane dhe rëndësinë e sigurisë gjatë një ngjarjeje të tillë historike.